Përshëndetje, që jemi sërish me madam me podcastin e javës. Në këtë javë e kam gjetë një shoqe temen e cila e ka një jetë shumë të ndryshme nga unë. Ajo ka studiu në Itali, është poete, është aktiviste edhe është njëri televiziv i cili mund të shqipni saj që ta hap një televizion në juj, me mendimet e saja, me opinionet e ndryshme, edhe me kontributin e dhënë në televizionet të ndryshme për temat të ndryshme. Me mu sonte është Alketa Spahiu. Mirë se erdhe, Alketa. Knaçi Antigona, mirë se ju gjeta. Je një njeri që ke mendim të ndryshëm edhe guxon me thonate. Sa është e vështirë për ty me u ballafaqu me atë çka e gjenë në rrethin tonë. Si e ka impranua ata këtë paraqitjen tonë televizive? Pyetje shumë interesante. Besam që shpesh herë e mendoj, por në anën tjetër, ajo që ka mu bën përshtypje, është gjithmonë që të jam një zë që tenton ndryshim. Një zë i atyre që nuk kanë zë. Sepse njerëz që e kanë ndryshuar botën, nuk kanë qenë ata që kanë pas mendime kongruente ose mendime të një llojta me të gjithë, po pikërisht ata që kanë pas një mendim ndryshe. Unë zakonisht e kam guximin, e kam pasur qysh nga fëmijëria që t'i them gjëra që njerëzit i thonë me anëtarët e familjes, që i thonë me shoqërinë e ngushtë për kafene, ose që shpesh herë i mendojnë, po nuk i shfaqin. Kështu që unë këtë guxim e kam pasur për herë, vazhdoj ta kem. Normalisht kjo të kushton. Të kushton në shumë sfera, po mbi gjitha të kushton me mënyrën se si një personcion shihet në publik. Ishim duke diskutuar edhe para se të fillojmë këtë podcast, që për shembull, unë kam thonë një mendim timin në një nga televizionet tona, që unë qëndroj mbrapa, cilin e kam argumentu, po për shkak të atij mendimi unë kanë ardhur 700 komente ofenduese negative, që duhet një karakter i fortë me i përballu, mbi gjitha me i njëru. Sepse nga njëherë karakteri i fortë ose guximi nuk qëndron në përballjen me ofendimet ose me kritika që të bëhen, po mbi gjitha me injorimin, me atë dëshirën edhe me atë vullnetin për të vazhduar tutje pa u ndal edhe pa u cënu nga ato se çka thot rrethë. Komentet negative i kam pas edhe unë si sulme, por mu me të thënë të drejtën, më ka ndonë vullnet ma tepër për me vazhdu edhe për me qenë edhe ma e zashme në të që kam dasht me thamë. A të vjen keq nëse prindrit të tu ose dikush i familjes tane i lexon ato komente? Realisht, prindrit e me kanë qenë gjithmonë shtylla ime, kanë qenë gjithmonë krahët e me të majt, krahët e zemrës, për këtë arsye e ceka anën e majt. Më kanë përkrahur zakonisht në çdo rrugtim që kam bërë. Normalisht nuk është ndjenje mirë nëse prindrit e me lexojnë disa komente, sepse disa me të vërtet kanë egzageru. Unë kam qenë studentja më e mirë e drejtimit tem, kam diplomu para kohe, kam diplomu me kvalifikim më të lartë akademik, edhe me pasë si bashkëdhetarët tonë, thonë që ti sigurisht në Itali ke punu, punë të këqija, e bla, normalisht nuk është ndjenje mirë. Por në anën tjetër, kjo prindrit e me, po dhe gjithë rrethem e din kush jam unë, e din për çfarë arsye unë kam vendosur që të zërin tim ta ndajet me publikun, edhe mbi gjitha e din që nuk kam qenë kur një person që ka hesht. Nuk është ndjenje mirë as pak, her pas here, por besoj që secili nga ne që është aktiv në jetën publike ka përjetuar gjëra të tilla. Unë nuk e kam as pak problem nëse dikush del edhe në qoftë publik, qoftë privat, vjen më thot një diçka që qëndron. Zë më thot Alketi, je vesh keq, okej, thon faleminderit shumë, a jeti Donatella Versace, jo ditën e mirë e bafsh. Po marr me më thonë ti ke bë këtë atë me shpifje, nuk është ndjenje mirë, por gjithsesi unë kam injoruar gjithmonë. Dësha dhe fal emrit që kam unë prej fëmijë, jam ngacmu, për shembull Alketa ka qenë emër që ka bëri me gjithçka, shpageta, kuleta, paketa, Alketa. Unë për shembull si fëmijë e kam bënë një poezi për këtë. Përderisa fëmijët e tjerë nëse kishin qenë situata të ngjashme kishin mund të jenë ishin të bullizum. Të bullizum, unë e kam bërë një poezi për këtë. E kam shkruar një poezi e cila ka qenë e botuar në librin tim të parë, që e kam pasur gjithmonë këtë dhunti
që të jem me ato që mi ka sjell jeta të t'i kryoj në art. Qofshin dëshira, qofshin dhimbje, qofshin emocione jo të mira, unë gjithmonë jam munduar të shndroj në diçka pozitive, në këtë rast në art. Kjo që komentet, kritikat konstruktive për mu kanë qenë gjithmonë të mirëseardhuna, po gjithsesi kur e ka një bazë. Edhe ato që nuk kanë bazë janë mirëseardhuna, se më ndihmon me kuptu që lufta ime drejt emancipimit në shoqënie me ato që di dhe që mund dëmon është luftë e drejtë. Me qenë e guximshme me fol sot mo, po mendoj që po dalim për të ditë gra të cilat nuk kanë ndaj thirrje ose ndaj kvalifikim të veçantë, po dalin nëpër debatë dhe po japin mendimin e vet. Për çdo ditë më shumë janë ato evrejt të gjithë na. Me thuaj, a është zbut pak ky dallimi gjinor edhe apo më duket a gratë po klikohen më shumë se burrat? Po gratë klikohen më tepër se burrat, po fatkeqësisht ende jo për një motiv të mirë. Ato asnjëherë nuk klikohen për t'u përkrah, ato zakonisht klikohen për t'u shoh, për t'u kritiku, edhe për me i bo kështu viral në rrjetet sociale. Kjo është me të vërtet për keqardhje. Tash unë jam kundër edhe faktit që ka njerëz që dalin ja japin vetes drejtën me fol për çdo temë të mundshme, pa pas njohuri bazike, pa pas përvojë, pa pas dije, pa pas çka mendo. Por në anën tjetër, mendoj që gratë e kanë imponu prezencën e tyre në jetën publike, qoftë në politikë bërje, qoftë në për institucione, sidomos në media, ku kanë qasje një numër më madh. E kanë imponu sepse mo nuk po kanë frikë nga zoni i tyne, mo nuk po kanë frikë e nuk po zbrapsen nga ofendimet që i marrin online. Me të vërtet kjo gjuha e urrëties është e hatashme. Gjuha e urrëties është diçka që në të kaluarën i kanë dalë shumë gra. I kanë dalë nga shkollimi Antigona. Ne vetë jemi dëshmitare sa gratë kanë mbetë pa u shkollu në të kaluarën nga shkaku i rrethit, se çka po thonë tjerë, çka po thonë. Gjithsesi edhe shkollimi është mendoj unë që është shumë i rëndësishëm, por na i kemi pas gjyshet tona të pa shkollat, të cilat na kanë këshillu shumë më mirë se s'di cila profesioniste sot. Po, pajtohem plotësisht, gjyshet tona kanë qenë burim i urtësisë. Por ato është e mirë t'i kuptohen edhe rrethanat cilat kanë vepruar ato. Gjyshet tona nuk kanë qenë pa shkolla për shkak të zgjedhjes së tyre. Kanë mbetur në shtëpi, kanë mbetur në rolin e ambisës për shkak të rrethanave që ai ka imponuar shoqëria patriarkale. Nuk besoj që do të kishte pas në një gjyshe që nuk do të kishte pas dëshirë të shkollohej. Por gjithsesi, ato kanë gjetur atë dhuntinë e tyre për këshilla, për jetë, për dritë, brenda rrethanave në cilat kanë jetu. Edhe në ato situata, domethënë, aq të pakëndshme, aq të pavarëshme për gratë, ato e kanë gjetë një mundësi, një frymëzim që të jenë këshillëdhënëse të mira, që të jenë nëna të mira, që të jenë gra të mira. Fatkeqësisht, roli i tyre ka përfunduar atë. Një gjyshe jona ka mundur maksimalisht të jetë një ambise e mirë, ka mund të jetë një nanë e mirë, ka mund të jetë një bashkëshorte e mirë. Roli i tyre në komunitet ka përfunduar atë. Por pastaj, roli i tyre është ta shëguar në gjenerata që ka rrit. Unë jam fryt i punës që gjysha e ka bë me mua, se për shkak që mami ka punu gjithmonë dhe kam kalu fëminin time me gjyshen, nuk kam qenë as në kopsh, në qerdhe, derisa jam rrit për me shku në shkollë. Unë shumë këshilla mje që i ka marrë për gjyshës time, cila nuk ka qenë e shkolluar, i zbatoj edhe sot. Pa ato kanë qenë këshilla për njerëzillëk, për humanizëm, besoj këshilla që secilit prej neve i duhet, sidomos në këtë kohë të pakohë. Kanë qenë këshilla se si t'jesh e durueshme, gjatë që fatkeqësisht nuk më arrit me zbatuse, unë nuk njihem për durim të madh. Kanë qenë këshilla për sakrificë, kanë qenë këshilla për mikpritje, për të qenë shoqe e mirë, për të qenë antare e mirë e komunitetit. Edhe pse ajo nuk ka ditë me thonë në këtë mënyrë, po gjurma që ka lënë ajo në rrugtimin tim është e pashtyeshme edhe sot. Nëse do të flasim për durimin, edhe një gjë që mendon për veten tënde, që nuk shquhesh me durim. Më thuaj, a mendon që është i rrezikshëm dikush që në një debat televiziv duron, ose në një çfarëdo lloj përballje duron, përbijet, apo është më i rrezikshëm ai që është i padurueshëm? Tëre durimi në rrethana të ndryshme të jetës dallon. Mendoj që ashtu siç ka thënë edhe Oriana Fallaci, është një autor italiane nga unë shumë e preferuar,
nga njëherë të flasësh bëhet obligim moral, obligim njerëzor. Kështu që në debate të ndryshme, unë mendoj që ai që nuk duron, gjithsesi fiton. Pse fiton? Sepse nuk e zbrapës vetëm para shumë gjanave që faktikisht nuk qëndrojnë, nuk pajtohet edhe e shpreh opinionin e tij hapur. Kjo sidomos vjen shprehje te gratë. Mu më pëlqejnë gjithmonë gratë e pabindura, kam qenë gjithmonë fan se grave që nuk kanë duru, grave që kanë qenë të zëshme, grave që faktikisht e kanë përdorur sidomos zonin e tyre për kauza më të mëdha. Tash jemi në një kohë që gjithkush po përdor ndoshta zonin e vet, ndoshta po ngrisim kauza që ende nuk është koha në shoqërinë tonë, që duhet presim edhe disa vite që të aktualizohen, por gjithsesi mendoj që është durimi gjithmonë nuk i ka sjellë të mira shoqërisë tonë. Sepse përpas në kohën e luftës, domethënë gjatë kohës së viteve të 90-ta, kur ka qenë presidenti historik Ibrahim Rugova, ai ka pas fushat, domethënë që të durojmë. Përpas në atë periudhë historike, në asnjë periudhë historike, durimi nuk është i mirë. Nuk mendoj që sjell frute të ndryshimit në shoqëri. Edhe njerëzit që durojnë më pak janë më të sinqertë, ashtu thonë. Fiks, mendoj edhe unë ashtu. Megjithatë, përvojat e tua nëpër debate televizive, unë mendoj që të kanë përballu me një tjetër fenomen. Që në fakt kundërshtarët real edhe ata më të rrezikshëm, më të pa mas, kanë qenë fakt femnat. Pse? Gratë. Po ne gratë kemi këtë cilësi, nuk e di pse, domethënë jo vetëm gjatë debateve televizive, por edhe gjatë gjithë jetës, unë jam përballë me gratë që nuk ma kanë dhënë një dorë. Ka pas jetën time edhe gratë që mi kanë dhënë 2 durë, edhe janë mundu me çdo kusht me mbështet. Kanë qenë disa gra shumë të mira në Itali, ka qenë mund me përmend sa ambasadorja Shkëndije Geci, që ka bërë gjithçka që trajnimi me të në ambasadën në Hungari të jetë i mirëfillt. Po në anën tjetër ka edhe gra që jo vetëm që nuk ta japin asnjë në dorë, por edhe të shtyjnë, edhe të bojnë ndërskamza vetëm që mos me të pa që ti po përparan. Besoj edhe ti gjatë jetës ke pas përvoja tilla të shumta. Nuk e di pse ne gratë, ndoshta nga ajo ndjenja e inferioritetit që kemi pasur ndër vite, ndër shekuj, nga ajo që është trashëguar, ndoshta ka edhe dyshime që këtu mund të jetë një trashëgimi gjenetike që kemi në ndjenjë të inferioritetit, edhe mandej mundohemi atë me e shfaq duke pengu gratë e tjera. Unë gjithmonë jam për atë që nëse nuk mundem me ndihmu dikën, të paktën nuk e pengoj. Nëse nuk mundem ja dhoni dorë, të paktën nuk e shtyj. Kjo është baza e jetës. Unë gjithmonë në ato lëmit ku unë kam qenë prezente, ju mundu të ndihmoj gratë e reja, për shembull në letërsi. Kur organizova vitin e kaluar prenën e plakës janarit, unë e bëra ekstra një kategori të veçantë Juve Nespena që të kishin mundësi të vinë në shprehje poetët e rinj. E fitoi çmimin Juve Nes, një vajzë e re, u gëzova shumë për ta. Është mirë që ne si gra, sidomos, ne që jemi burimi i jetës, të kemi mundësinë që të frymëzojmë dhe që të lëmë dika prapa neve. Nëse ne si gra kemi arrit diçka në jetë, e nuk kemi arrit ta frymëzojmë askënd, ne faktikisht i bie që nuk kemi bë kurrë. Çka është një vepër madhore nëse ti nuk e ki një disciple, nëse ti nuk e ki një ndjekës, nëse ti nuk e ki një person që e ke inspiru, të paktën një person që e ke inspiru me punën tënde. Mendoj që nuk është asgjë në fund ditës. Do të kishte qenë shumë e dëshirueshme sikur gratë të kishin durim për gratë e tjera fillimisht. Pastaj ti shpallim armiqësi burrave, apo pajtohesh? Pajtohem plotësisht, unë pajtohem që mbi gjitha nuk do të as burrave të shpallim armiqësi, sepse burrat nuk janë armiq tanë, burrat janë partner tanë me cilit ne zhvillojmë jetën. Mendoj që pikërisht këtu që lëm feminizmi këtu tek ne në shoqëri dhe pikërisht këtu po kemi probleme me ato kauzat e parakoshme për cilat fola më herët. Nëse ne e marrim feminizmin apo emancipimin e gruas si luftë ndaj burrave, kjo faktikisht është luftë e humbur qysh në fillim. Sepse ne pa burrat nuk kemi jetë ashtu siç ata nuk kanë jetë pa neve. Kjo që ne do ta gjejmë formën që të vim në shprehje, të realizojmë të drejtat tona, të zbatojmë të drejtat tona brenda këtij dueti, brenda këtij komuniteti. Nëse ne i duam burrat që t'i kemi krah, normalisht nuk kemi pas krah nëse ju dalim me pushka, pos me dialog edhe pos me bindje. Ne e dim shumë mirë nëse edhe marrim gjatë historisë sultanati i grave për shembull në Turqi, në Perandrinë Osmane, ka lind pikërisht pse gratë i kanë bërë partneritet me burrat. Sultaneshat kanë filluar që të
zhvillojnë rolin e tyre brenda partneritetit. Ka qenë e pamundur, për shembull që ato të bëhen sultan që ta udhëheqin mbretërinë, se ka pas raste ku mandej kanë udhëheq për një kohë si regjente. Por edhe tash mendoj që ka shumë mundësi, ka shumë aspekte ku burrat edhe gratë mund të bëjmë partneritet. Ne nuk mund të realizojmë ato që duam me tenka e me pushka, se nuk është më koha e tyne. Ne vetëm me divorce as me... Jo, divorci mendoj që është si rrjedhoja e emancipimit grave. Divorci si institucion është institucion që ka ekzistuar gjithmonë. Për shembull edhe një fe si feja islame Pse ka i thot divorcit institucion? Është institucion shoqëror, për faktin që vetë martesa është institucion shoqëror mes dy personave, pashtu divorci është institucion shoqëror. Kjo për faktin që ashtu si martesa i lidh me kuror dy persona, edhe divorci brenda normave dhe rregullave të parashkruara qoftë fetare, qoftë civile, u ndan rrugë dy personave duke respektuar kushtet edhe rregullat e saktuara. Kështu që unë nuk mendoj që divorci duhet shihet si diçka apokaliptike. Divorci, unë mendoj që dy persona, nëse ata kanë lidh martesë me dëshirë, edhe vinë deri te divorci, mendoj që vinë pas shumë tentimeve për ta bërë ta funksionojë një martesë. Kështu që kjo me të vërtetë është gabim që shihet si diçka shumë negative. Normal, askënd nuk e gëzon rritja e numrit të divorceve. Por unë mendoj që shumë më mirë një divorc, një shkurorzim me paqe, i harmonishëm, se sa një martesë e dhëmshme ose një martesë ku ka dhunë, ku nuk ka lumturi, ku ka persona të tretë, sidomos. Ne jemi dëshmitare Antigona, këtu po jetojmë në Prishtinë, po jetojmë në Kosovë. Vetëm kur flasim për divorcin, do të kisha dashur me theksu edhe me hek me njëherë prej opcionit të diskutimit rastit e dhunës në familje, sepse ajo është një temë vete. Kur flasim për divorcin vetëm si divorc, si ndarje e dy njerëzve, a është e domosdoshme? A duhet me pas divorc sa herë që përfundon dashuria? Mendoj që divorc do të me pas sa herë që përfundon dashuria, se pikërisht shkaku i dashurisë lidhet një martesë. Unë ende nuk jam e martuar, nuk kam qenë ndonjëherë, por nuk besoj që do të martohesha me një person cilin nuk e du. Edhe shpresoj që asnjë njeri mos ta bëj. Imagjino njeriu e lidh jetën me një person me cilin parashihet ose të paktën shpreson me nda pjesën tjetër tjetës që kanë mbetë. Ashtu është, vetëm që nëse do të martoheshin të gjithë me dashuri, nuk do të kishin ekzistuar divorcet. Pse përfundon një dashuri, Alket? Dashuria përfundon për motive të ndryshme, mendoj. Një prej motiveve pse përfundon është sepse dy partnerët nuk e ushqejnë dashuri. Këtu, sidomos Kosovë, është kjo bindja që njerëzit martohen edhe mendojnë që tash me garancion e kanë për jetë atë person. Nuk është ashtu. Më thonë, dashuria është si një lule që duhet të hitet çdo ditë. Po, e kemi ndigjuar këtë fjalë shumë shpesh, është si një lule që duhet të hitet çdo ditë. Nëse na dashurojmë, por nuk na kthehet që dashuri, edhe mendojmë që me divorc, shpesh gratë me divorc kërcënojnë, ose provojnë me i kthyn partnerët e vetë, duke i kërcënu me divorc. Edhe ndoshta një dashuri nuk mundet me zgjat për jetë. Nuk mundet me zgjat në intensitetin e njëjtë për ka qenë edhe një libër, ka qenë nëse nuk gaboj, që dashuria zgjat 3 vite, ka qenë edhe film, një autorit francez. 7. Unë e maj men me 3 vite, pa ta pa në zgaboj dhe filmin kinema para disa viteve. Tash dashuria... A i bjen kja mund divorcun është do 3 vjetë? Jo, po këtë dhe isha me dalë. Dashuria mendoj që merë nuancat të ndryshme për gjatë viteve. Dashuria pasionante mbase është ajo që zgjat 3 vite, mandej dashuri kalon respekt, kalon dashuri më të formuar, dashuria që ashtu si edhe ndjenja tjera ka faza të ndryshme të jetës. Kështu që në dy persona që lidhin martesë kish me qenë mirë me pas vedijen se si me i përqafu ato faza të ndryshme të dashurisë, në mënyrë që mos marrë deri te divorci. Por në anën tjetër, unë gjithmonë jam më fan se divorci se sa e lidhjeve të hapura. Ne po jetojmë në Prishtinë edhe jemi dëshmitarë se çka po ndodh. Unë nuk i kam përkrahur asnjë rast, nuk do t'i përkrah martesa që bën sa për sy e faqe. As ato që bën vetëm sa për me hek obligimin, sa më thon tezeve hallap që u martu, po as edhe ato që qëndrojnë në martesë pikërisht për të njëjtin motiv.
lidhjet sa përsye faqe mandej po shkaktojnë probleme në afatgjat si komunitet, po kalojnë për frustrime, po kalojnë për fëmijë që rritën pa dashni, po kalojnë për lloje të ndryshme të negativitetit që ato po shfaqen kuda. Sepse është fakt që familja është bërthama, është selula e një shoqënie, që nëse ne nuk kemi familje të shnosha, nuk mund të pretendojmë as kemi një shoqëni të shnosh. Po, a mjafton dashuria për me kriju familje? Mendoj që po nëse jo vetëm dashuria, sepse bashkë me dashurin, atë shkon edhe vedia për sakrificë, vedia për të kaluar për te i vetës, për të harruar vetën, për vetë mohem edhe kjo, mendoj që dashuria është një katalizator i parë edhe më i rëndësishme, sepse nëse një familje krijohet nga dashuria, ka me pas edhe qifti pjekurin me kalu mandej në për ato fazat të ndryshme të dashnis, edhe me qenë prindërt mirë, bigjeta me qenë individat mirë, sepse ne kemi pas këtë përvojë edhe me nëna tona. Unë mendoj që nëna tona mendoj që kanë sakrifikuar shumë për neve, edhe shpesh herë kur ndalem edhe mendoj ndoshta pak edhe kanë gabu, se e kalon anash aq shumë vetën. Ato faktikisht që mbon ana dhe kanë heq dorë prej qenit grua, kanë heq dorë prej qenit individ. Kanë marrë si primat rolin e tyre si nana. Mendoj që tashti nanat e reja kanë arrit me bo një balancimi, ose paktën po mundohen që me qenë edhe individ, me qenë edhe nana, me qenë edhe profesioniste edhe bashkëshorte. Sa është e rëndësishme me qenë na individualista duke u nis gjithmonë prej vetes edhe me qenë kërkesat tona ose nevojat tona në plan të parë. Në momentin që krijojmë familje, a është momentin që bohemi nana, në fakt, a del dëshira jo në planin e dytë? Unë ende nuk jam nënë, kështu që mund të me folë për këtë vetëm me hamendësime, por duke u nisë prej nanës tamë, prej nanave tjerëve, prej motrës që është ashtu prindësh nanë, mendoj që po, është kjo tendenca, sepse fakti që ti e sjell në jetë një krijesë të re, një, domethënë, trupit ndahet ndësh, ndahet edhe zemra, ndahet edhe shpirti. Por mendoj që gjithsesi çdo grua duhet gjej pak kohë për veten, duhet të paktën të tentoj, të mirret me ndonjë gjë që e bën të ndihet mirë, të dalë ndonjëherë me shoqet, të mos heq dorë totalisht nga të qenit individ. Po, tash flasim për dashurinë, për martesën, se si ajo duhet si konceptohet edhe si në shekullin e kaluar kena pas martesa, në shekullin e kaluar martesat nuk janë bo prej dashurie. Nuk janë bo prej dashurie, po kanë funksionu ma gjatë se këta tona që po bohen prej dashurie. Mendoj që nuk kanë pas zgjedhje. Ne faktikisht nuk mundemi me Njeriu gjithmonë ka zgjedhje, nëse don. Antigona, tash po flasim për gjëratat e gjyshrëve tanë, Jo vetëm tanë, po edhe në Evropë, edhe në botë. Kudo në shekullin e kaluar, gruaja ka qenë më shtypën dhe nuk ka pas pavarësi financiare. Sot pavarësia financiare t'i hap shumë dyrë. Si për gratë, ashtu edhe për burrat. Pavarësia financiare, dhe më thonë për gratë, në ditë sodit, ta mundëson me pas një jetë më të qetë edhe mos varësh prej burrit. Po dhe vetë burrat, në përpara i kemi pas familje që kanë qenë më kolektive, dhe më thonë kanë jetu brenda në të njëjtën shtëpi, kanë jetu disa familje, që ka qenë krye plaku, kjo ka qenë fenomen edhe në për Europë, jo vetëm Kosovë, edhe kanë qenë 3-4 djemë të martuar me gratë, me fëmijët e tyne. Që edhe për një qeftë, për një burë nëse ka dash më nda, ka mujtë me qenë ma problematike. Se nëse e ka largu prej shtëpisë, për shembull nuk ka pas ku me shku, nuk ka pas të ardhra, janë varë kryesisht prej bujqësisë, prej blegtorisë. Tashti nuk mendoj që gjithçka që ka qenë kaluarën ka qenë domosdoshmërisht e mirë, ashtu si që edhe tash si po jetojmë në jetën gjithçka është perfekte. Ka pas gjana të mira në të kaluarën, ka gjana të mira dhe tash. Ne tash e kemi mundësit më të mëdha me pas mundësin me i bashkëdysu, me marrë elemente nga kaluara që kanë qenë të mira, me marrë elemente të sotme, me bo një lloj gërshetimi, besoj që kish mujt me u bo një kombinim shumë i mirë. Pse jo? Alketa, ti merresh edhe me poezi? Po. Përgjithësi lirike apo epike? Lirike, por unë përdor shumë figura stilistike, fakti që nuk më pëlqen poezia sodit që ka dalë ashtu shumë në ekspozit. Është e thatë, po. Është e thatë. Unë vazhdoj të jem fan se figurave stilistike, vazhdoj të jem fan se artit të Mirfeld.
Fakti që tashtë poezia po lexohet prej shumë kujt është një gjë e mirë, sepse po ka ma tepër mundësi, po ka mundësi përmes rrjeteve sociale, po ka mundësi edhe përmes librave që ka ma tepër qarkullim. Por fatkeqësisht poezi kemi shumë, poet kemi shumë, jemi bo më shumë poet se lexues, po kemi pak poet të mirëfill, sepse njerëzit poetët po e ndjekin trendin. Pak ka shkrimtar që ka një stil unik ose një stil personal, pak ka shkrimtar që vrapojnë pas vlerave. Unë personalisht, faktikisht, lloji poezisë që shkruaj nuk është që ka kështu mos, po ata që e lexojnë sepse e vlerësojnë pikërisht për shkak të stilit që ka. Mirë, për me bo poezi, duhesh me e pas një, s'paku unë jam lexuese e poezisë, përpara kam pas qef me shkru, dikur e kam kuptu që nuk di. Ke gabu, jo kush mendoj që lind poet. Por, zakonisht poezia është burimi një dhimbje. Edhe, me qenë se ti punon me lirik, atër do të me qenë që ti dashuron shumë. Po? Tërë, fillimisht po ndalem tek atë që ke provu me shkru, unë nuk mendoj që s'ka njeri që nuk di me shkru, vetëm se në atë moment kur ti ke menu që s'di me shkru, t'ka ik muza. Por nëse ti e kërkon muzën tënde, besoj që kime e gjetë herë kur, sepse nëse të pëlqen poezia, kur nuk është vonë me provu me shkru. Unë e kemi rastin Gjilan një grua penzion ka rifillu me shkru, kjo që ti ke ende kohën e votës. Te kjo puna që poetët në këtë rast unë dashuroj shumë, po është e vërtetë, unë gjithmonë dashuroj gjanat e bukura. Unë jam person që mundohem me gjetë diçka të bukur në çdo gjë. Me gjetë diçka të bukur edhe në momentet më të hidhura, edhe në dhimbje, edhe në emocionet pakëndshme, sepse vetëm kështu jeton mirë si njeri edhe si poet. Dhimbja është faktikisht shtysi kryesor. Dashuria, kisha thënë. Pse? Sepse dashuria të bën me kalu në dimenzion tjetër, po jo vetëm dashuria romantike, të gjitha llojet e dashurisë. Pse duona me ikpi dashurisë romantike? Jo, unë nuk po iki, po vetëm po spjegoj pak të nënë që shesha si poete, dhe më thonë për mu dashuria është dashuria ndaj gjithë shka e të bukur. Që dashuria ndaj gjënave të bukura të bën me kalu në dimenzion tjetër. Po e bukur është pak relative. Pak relative është e bukura. Jo, e bukura e vërtet është pak relative, por unë po e flasë për anën ndjesore, mënyrën se si unë e ndjej. Unë e ndjej, thash më herët që mundohem me gjetë diçka të bukur në çdo gjë, edhe në dhimbje, edhe dhimbja ka bukurinë e vet. Dhimbja, nëse ti din me përqafu, nëse di me bo pjesë të ndjesive tua, edhe me marr atë se ajo çka ka me dhon, zakonisht dhimbja të jap një mësim, edhe ajo është gjë e bukur. Ne nuk duhet të ikim nga emocionet. Pikërisht fakt që ne po ikim sot nga emocionet, po na bën shumë asocial. Po na bën që të jemi më të tërhequr, po na bën që të jemi më pak të shoqërueshëm. Kjo mendoj që është gabim. Edhe unë mendoj që është gabim. Unë në përgjithësi në dhimbjet e mia i kom përjetu edhe ja kom lënë kohën që ata kanë kërku prej meje. Dhimbjes teme nuk kom dasht me zavënsu njerin me një njeri tjetër, ose raportin me një raport tjetër. Gjithmonë ja kam dhënë kohën e duhun dhimbjes të cilën e kom jetu për atë moment. Cila është dhimbja jote më e madhe? Dhimbja ime më e madhe, nuk di tash për moment nuk po më vjen në mend diçka, por gjithsesi në jetë secili prej neve, ashtu edhe unë, kam pas rast që më ballafaqu me situata që më kanë shkaktu dhimbje, për shembull kur nuk është mbajt fjala e dhënë, kur të kanë vu thik mbas shpine, kur ta kanë keq përdor mirësinë. Faktikisht edhe në këto lloj dhimbje unë jam dashuru. Pse? Se më kam mësu diçka në jetë. Këtë nuk po e them si retorik, sepse e kemi dëgju shumë herë, po me të vërtet ku më arrit me marrë mësimin. Për shembull, herën e parë kur mu më është vu thika prapa shpine prej njerëzve që nuk u mendu kur që ta bën një gjë tillë, mu ma ka dhënë një mësim shumë të madh, ma ka dhënë mësimin që besimi duhet fitohet. Besimi nuk duhet të jetë i mirëqen. Tash ne dyja jemi shoqe për shembull, unë ty të besoj, po të besoj me një dozë dyshimi. Besimi me një dozë dyshimi është gjithmonë më i mirë sa besimi blanko, si e kemi pas për shembull kur kemi qenë adoleshente,
ose si e kemi pas në fillimit të 20-tave. Pastaj dhimbjet e tjera që i ku marrë kur njerëzit, domethënë kam folë prapa krave, për gjëra që s'kam pas guximin, me mi thonë në fytyrë, edhe kjo ma ka dhënë një mësim, domethënë ka kuptu që jo gjithkush është mek. Sepse unë përpara kam besu që çdo person që ti nuk e ke takuar ende është mek. Jo. Mitësia si vlerë është vlerë me të vërtetë e shenjtë, edhe pse ne nuk kemi fjalën e gjuhën shqipe që i dallon, në gjuhët e tjera kemi. Për shembull italisht është amici edhe conoscenti, thonë meq të njohurit, unë këtë të njohurit tash e përdori. Për shembull më thotë dikush a e ke filanën mek, jo e kam të njohur. Është mirë me boni vi ndarse. Kjo vija ndarse mandej të mundson që të kursesh prej shumë dhimbjeve. Alketa, me qenë se nuk të kam thonë, po dhe ty nuk ka rënë mend, më mapru një libër të poezisë tënde, të kisha pas qef me lexu. Shumë kënaqësi. Apo më lexon diçka nga puna jote? Po patjetër, ta lexoj një poezi që mbetet e preferuara ime, ka është shpërblyr me çmimin Doruntina në Kumanov, festival poetik. E besoj që së shpejti edhe më thënë të arrit të adhroj librin e ri, sepse jam në punë sipër për botimin e tij. Atëherë do të vish në promovim? Me kënaqësinë më të madhe do të ftoj, po ashtu kam menduar ta bëj në Gilan, qytetin prej nga unë vi dhe ku i ku marr frymëzimet e para dhe për krajet e para. Unë Gilanin e du shumë edhe më pëlqen gjithmonë më ardh atje. Për krejt qyteteve në Kosovë, zakonisht në Gilan kam qef më ardh. Po gëzohem shumë, është një qytet që e do të bukurën, e do kulturën, e do artin, kështu që për ata motive edhe unë kam dëshirë. Por do t'i bojmë promovim librit edhe këtu në studio. Me shumë kënaqësi. Poezia titullohet Fustani me bugenvilja. Me? Bugenvilja. Bugenvilja është ajo lule e egër, lule që lind zakonisht në zona tropikale. E gjejmë në jug të Shqipërisë, e gjejmë, unë e pata pa për herë të parë, kam qenë në Nicë, në Francën jugore. është ngjyrë vjollce? Po mund t'jetë ngjyrë vjollce, mund t'jetë ngjyrë vjollce, ka dhe në lëqenë, besa. Ka dhe në lëqenë, më pëlqenë shumë, është lulja ime e preferuar. Sa herë e shoh fustanin kadife me bugenvilja ergavan, ndihem si florë në arati. Nga te lajët e Pikasës deri në pëshpërim të Dantës, gjej stre në tenda të rjetës së latëve, mau i lundron në varkat vikinge të mungesës. Ike me natën, drit nuk prite, në limanet e aurorës. Si do të lullzojmë bugenvilja t'jargavan në fustanin tem, pa fotosintezën e ëndjes, pa verën e bekuar profane me burim në shpirtësi, në vellën e taljas në papajsi. E doja atë fustan për dizullimën që sheja në misterin e syve të to. Shtrije edhe në gjethat e lulzave, e mbaj në varë se si kujtem. Nuk dua që detergjentët të fshin do një ritëm, të zbejnë do një zafer për kujtem, si një gramafon arrem. Ishte konak i zjarrit që gofu e shumë gjallë, nga hiri një honi të pako. Fjallet u harruan, për fustani më shes drejt në sy. Bugenviljat në kadife, në gjdo të singërim telefoni të kërkojnë ty. Kur e lidhe një e shpirtin tem, qava si një konkubinë sarajnë e vjetër, e natës jale dërzan, faj një tem. Fustani kadife me bugenvilja ergavan, u shëndrua në eden me gjemba, u bëj ftaft, varë, si hadi, akull si yti largem. Bravo. Faleminderit. Krahasimet i ke shumë të bukura. Faleminderit shumë. Kjo mbetet një prej poezive të mia të preferuara, pikërisht se ka qenë moment që kam arrit ta kap, se ne poetët jo për herë arrim t'i kapim momentin. Mu ka ndodhur, kam qenë me shoqe, kam qenë në muzikë, kam qenë duke uar këtu, të vjen aty për atë, nëse nuk e ke lapsin më njëherë me shkru tik, që këtë frymëzime kam kap aty për atë, edhe jam e lumtur për këtë. Për ndryshe, po është interesante me këtë poezi, sepse ishte njëherë dita e teatrit në Gjilan, vendosën që ta bëjnë një lloj shfaqje me poezi. E kishte vu si shpallje teatri, edhe kushdan, qoftë autor, qoftë njerëzve që ju pëlqen poezia. Edhe shumë mirë ajo u bë mandej si një lloj mini drame, me regjisor, bëm prova një javë, kështu, edhe unë presupozoj që unë dhe tjerë si mësonin poezit për menç. Unë e kisha mësu deri momentin kur dola në skenë. Momentin kur dola në skenë, dhe me thonë e harrova poezinë. I tha një strofën e parë edhe blanko total.
Kështu që kjo është kur një poezi del prej shpirtit. Ajo as nuk arrihet mësohet përmendsh, as nuk arrihet përsëritet, sepse emocionet janë një, edhe emocionet janë nuk janë deja vu, domethënë janë të aty për atëshme, e kape ose se kape. Po, vetëm edhe na që e lexojmë ose e ndëgjojmë poezinë, kena drejt me e bo një vizion tonin, një verzion tonin të poezisë. Në këtë rast, unë e mendova një fustan, të cilin e kam pas veshur në një takim shumë të rëndësishëm, me një person shumë të veçantë, të cilin asun nuk e kam lakur. Apo? Atëherë janë gjithmonë emocionet femrore që faktikisht janë të njëllajta, sepse ne si gra e kemi këtë frymën që është më emocionale, që është më ndjeshme, edhe shumë mirë që e kemi. Është një frymë nga e cila unë personalisht, por edhe gra tjera do inkurajoj të mos heqin dorë. Ne për qenë barabarta, nuk do të heqim kur dorë nga ana jonë emocionale, sepse është ajo që neve na bën ato që jemi, është ajo që neve na diferencon në kuptimin pozitiv. Nëse do të pajtoheshin burrat edhe gratë, jo vetëm shqiptare, po në tonë botën, dy gjinit, nëse do të pajtoheshin një herë për gjithmonë me ndryshimet që i kanë në mes vete, edhe do t'ja pranonin ndryshimet tjetrit, a mendon do të kishte pas luftë më në botë? Faktikisht luftat, po në luftat klasike apo luftat mes gjinive? Jo, luftrat në botë janë mendoj ma tepër është mes fuqive, bëhet luftë mes fuqive të butë, fuqive të buta, fuqive të forta, hard power, soft power, si quhen në literaturën bashkohore të marrëdhënieve ndërkombëtare, por nuk mendoj që lufta gjinore arrin në atë fazë sa të mund të ndaloj ose të thuaj një luftë klasike. Apo? Unë e shoh fare ndryshe. Unë mendoj që secili burr për secilën luftë që e bën në jetën e vet, përmes kësaj lufte ekziston një energji të cilës ai don mi tregu që është i fortë. Ajo është gruaja. Po, është një pikë vështrim shumë interesant, por nuk e pas ka menduar asnjëherë në këtë dimension që mund të shkoj deri aty sa të bëhet një luftë të mërshme. Po, historia, domethënë tash që po mendoj që e sohet këtë këndvështrim, historia ka njohur gjatë kohës edhe po mendoj fiksime të tilla, vetë diktatorët më të mëdhenj, mandej ka dalë që kanë pas fiksim ndonjë prej grave, nëse e marrim lokal një që kemi pas Enver Hoxha për shembull, e ka persekutu një prej grave më të njohura të historisë së Shqipërisë, të letërsisë, sepse në kohën kur kanë qenë zënës, ajo faktikisht e ka injoru, kështu që mund qëndroj edhe kjo. Jo, unë nisem prej raporteve ndërnjerëzore edhe prej asaj se sa jemi në të motivum me bo çka do në jetë, për çfarë do lloj motivi, për me kriju diçka, gjithmonë na vjen dikush që duhet me na admiru. Nëse ai admirim nuk ekziston, atëherë na mundohemi me bo gjana më të mëdha që më arrit te ai admirim ku kemi na qëllimin. Po, nuk mendoj që vlen vetëm për burrat, mendoj që vlen edhe për gratë. Bile gratë për shkak natyrës që e kanë, këtij sistemit me qenë gjithmonë të përkryera, qoftë në veshje, qoftë në punë që i bën, qoftë në anën profesionale, mendoj që gratë më shumë kanë nevojë për publik se sa burrat. Këtë e them ndoshta duke u nis prej vetës, ne si fëmijë kemi rrit në atë kohën kur kemi recitu para musaferëve që kanë ardhur, ka qenë mënyra jo me i respektu. Edhe normal niveli jonë i vetbesimit është varë si fëmijë, është fjala, është varë prej duar trokitjeve që kemi marrë, kështu që edhe gratë duan duar trokitje, edhe gratë duan këtë validimin që po i thonë me trejen, vlerësimin. Jo vetëm burrat. Burrat nështë e kanë ma teksume se prej tyne edhe shoqënia ka pas pritje më tepër, ka pas pritje me të janë më të pritjet që i ka pas shoqënia ndaj grave ndaj burrave dallojnë. Burrat është prit gjithmonë me qenë më të fortë, mos me qenë emocional, me u tregu më të vendosur, më të guximshëm, me bo gjana që gratë si bojnë. Ndërsa prej grave është prit gjithmonë që të janë të përkryer në aspektin fizik e në aspektin e mirëmbajtjes së shtëpive, familjeve. Alketa, ti je angazhuar shumë. Dita jote është bagi e ngarkuar. Po si e kalon kohën e lirë? Me çka merresh? Në kohën e lirë normal shkruaj. Poezia është hobi? Poezia është hobi, po. Unë gjithmonë e citoj Rudina Gjungën,
Dhe më thonë heqa dorë së bëri shkrimtarin e kohë të plot, kur e kuptova që nuk ta fitoj kur Nobelin për letërsi. Unë qëndroj prapa kësaj, sepse fatkeqësisht kudo në botë, artistët pak ja dalin të jetojnë nga puna e tyre, kjo që donë kum studiu që ta kem një punë, dhe më faktikisht mirë me disa gjana për një herë, në kohën e lirë shkruaj, në kohën e lirë ndjek festivale poetike, ndjek edhe festivale të tjera kulturore, më pëlqen të shkoj në koncertet muzikës klasike, më pëlqen të mirëm nga pak me vallëzim, fakt në të kaluarën, sepse tani nuk kam kohë, por në të kaluarën jam marrë me gjitha llojet e vallëzimit, vallëzim popullor si fëmijë, me vallëzim modern, pastaj në Itali me vallëzim oriental, pastaj kur erdha... Në Itali me vallëzim oriental. Po, kam bë kurs 2 vite. E kursen në Kosovë me vallëzim modern. Bukur i ke kombinu. Po vallëzimi oriental në Europë është shumë i popularizuar, për faktin që është një vallëzim që të ndihmon edhe për mirëqenie, edhe për mirëmbajtje të trupit, për mirëmbajtje të energjisë. Që ka shumë vajza e gra që faktikisht e praktikojnë si hobi ashtu si unë, që ndjekin kurse. Ndërsa në Kosovë një kohë jo marrë me vallëzime latino, por tani fatkeqësisht po kam kohë më për kurse se po kam angazhime shumë, por gjithsesi shkoj nga njëherë në përndajat. Do të kisha pasur dëshirë të mirë me pundore, po fatkeqësisht i kam dur të fame, dhe më thënë nuk di me punu kur gjë. Jam admiruese e punës dorës. Faktikisht inspirimin e pata marrë kryesisht nga një kolege që ajo punon në zyrën përballë meje dhe imagjino atë shumë ka pas talent, sa që për herë të parë normal, me motivimin tonë ja ka filluar dhe ka punu veshjen e Medvegjes, veshjen kombëtare të Medvegjes, që është një garderobë shumë e komplikuar për punë, sepse bëhet e gjitha me rruza, është me të vërtet kryevepër në llojin e vet. Do kisha pasur dëshirë të arrij mirë me qëndisje ose me pundore si tentenet e kështu, po nuk kam dorë. Unë i adhuroj edhe i punoj. Sa mirë. Ato i kom terapi qetësimi. E tilla është edhe puna me krapza, puna me grap. Në fakt nuk e di, ndoshta për shkak të ndryshimeve shoqërore, tek ne nuk praktikohen më. Unë e mbaj mend si fëmijë, pata fillu me punu me grap, se sheja gjitha kusherinat e kështu është, në atë kohë ende punohej, edhe kjo ka qenë gabim. Në atë kohë një gru vlerësohej nga paja që dërgante, që ka qenë totalisht gabim. Ka pas shumë vajza që nuk i kanë leju me shku në shkollë për shkak se do ta punonin pajën. Ajo pajë që mandej ka qëndru në për ormane as nuk është shpalos ndonjëherë. Por gjithsesi si hobi është i bukur. Unë maj mend pata fillu me bo zinxhir, po nuk arrija me ngjit se s'disha. Pa ato mamita ma diçka, kur të rrit në on, do ekspozoj diplomën si paqe. Ndoshta kishte qenë më mirë të kisha insistuar edhe pak, sepse është një hobi, një kalim kohë shumë i mirë. Unë e shoh shumë gra për shembull në Itali. Jo, ndihmon edhe për koncentrim. Ndihmon shumë për koncentrim, sepse çdo qëndisje ka matematikën veti, dush me llogarit, me ditë me zbrit edhe me mbledh, mirë. Edhe duhet me pas, mësnej është edhe kreative shumë. Shumë kreative. Edhe ta ushtron durimin, duke marrë parasysh që vonon shumë me ja pa rezultatet. Për ato në jam e padurushme, se s'kam punu fundore. Jo, me të vërtet është mendoj që është një gjë e mirë, tash ti po shoh që fëmijët edhe po i kthehen, për shembull, po ka fëmijë që po bojnë punë të ndryshme kreative, pundore, është shumë e rëndësishme që ti kthehen. Ndërsa unë kisha pas dëshirë, për shembull, më marr me rroba qepsi, me bo gjana për vete, si hobi, po gjithmonë me atë dëshirën me fillu ndonjëherë ndonjë kurs, nuk po i vjen rendi kur. Kështu që mendoj që të pasurit një hobi ta lehtëson situatën shumë. Një prej hobive të me që unë e konsideroj si tillë është leximi, unë lexoj shumë. Gjithmonë jam me libër para se të flej, kur zgjohem nganjëherë kur ka mundësi, paktën 2-3 faqe kështu. Është një hobi shumë i mirë, sepse të pasurit e një hobi të mban edhe larg fenomeneve negative. Kisha pas dëshirë shqiptarët me pas hobi më tepër. Kishin qëndru shumë më larg nga thashëthëmët, sidomos. Këtu njerëzit të mirën shumë me thashëthëmët se kanë kohë të jetë. A ndjek Big Brother? Big Brother deri tash nuk e kam ndjek, po tash është fut një nga shoqët e mia shumë të mira, shkurta, që shkaku i saj, nganjëherë po e ndjek, po më tepër kështu sekuenca të shkurtra. Po me të vërtet mendoj që nëse shqiptarë gjithmonë kishin pas ndonjë hobi më të mirë, kishin pas diçka më të mençur me bo, edhe këto show, këto spektakle kishin pas më pak shikueshmëri. Për faktin që edhe mandej kjo po ta definon edhe castin. Unë si vjet për pas shkurtës, që shpresoj shumë që ta fitoj, nuk pas aty diçka që mund të më tërheq ta shoh. Domethënë
kanë dalë total jashtë natyrës. Nëse ata janë VIP, atëherë pibjen që na jemi super VIP. Atë I njoft atë tre veta me gjithë respektin. Po në këtë shekull, VIP mundet me u bo gjithkosh, duke marrë parasysh që rrjetet sociale na kanë mundësu që ai njeri atje që shet speca me qenë më I famshëm se cili dush politikan, sepse ai me atë kreativitetin e vet, po din me paraqit veten edhe me qenë interesant për publikun. Mendoj që VIP sot është gjithkush që ka arrit një sukses në një farë mënyre. Po, pajtohem, por mandej tëre suksesi prej suksesi dallon. Sukses është si term shumë I përgjithshëm. Nëse është një format I tillë siç është Big Brother, do të thonë që nuk ka kështu, nuk ka ndonjë cenzurë, mund të jeket nga të gjitha grup moshat, mendoj që edhe me zgjedhje. Jo, ajo është me iksa. Big Brother tashmë nuk mundet me u pa kod, jo. Po gëzohem, paktën se disa skena që I pashën atë me të vërtet. I ke pa në për rrjetet sociale jo në televizion. Kjo që besoj ajo miniherë ajo pyetja ime o zoti shoha nuk e shohin fëmijët. Me të vërtet është mirë edhe brenda një reality show, brenda një spektakli të tillë që e shfaq jetën reale, të përfshihen sa më shumë shtresa të shoqërisë. Për faktin që ne ku jetojmë këtë shoqëri, secili e ka vendin e vet. Po në këtë përbërjen aktuale që e ka, unë I pash 2-3 persona që pak a shumë mundën musin di vetë me një farë forme përfaqësu stilin e jetës që unë e bëj ose që aspiroj ta bëj. Tash për shembull pa dash me hyrë detaje, janë disa personazhe që unë nuk mendoj që as edhe janë të famshëm këtu tek ne. Ishte ajo vajza nga Rumania, që komplimente se e fles të Shqipën, po për to hera parë që e pash ishte në Big Brother. Nuk e kisha pa ndonjëherë. Jo. Tash, për zgjedhjen e kastit të banorëve nuk do të kisha dashur me ndërhyj se produksioni e din në punë më mirë, por gjithsesi është një farë eksperimenti social dhe izolimi gjithsesi që na ndryshon neve si njerëz. A do ta kish mujt mi pa veten ndonjëherë në pjesë të një projekti të tillë? Nuk e di, nuk e kam menduar ndonjëherë. Faktikisht angazhimet që unë aktualisht I kam nuk ma mundsojnë një gjë të tillë. Kisha pas dëshirë, ndoshta po jo për 3 muaj, ndoshta për një periudhë shkurt, vetëm e sfidu veten, se unë fatkeqësisht jam shumë e varur nga telefoni, për shembull. Unë jam shumë e varur nga kontakti me njerëz. Fakt nëse një person do më bë mu sherr, do më marr në qafë mu hek me njerëz. Unë jam shumë e varur nga shoqëria, jam shumë e varur nga shoqërimi me njerëz, nga bisedat, nga komunikimi, kështu që unë e ku mendu këtë lloj izolimi ta bëj gjatë për të pensionohem, nëse kam fat të arri moshën e pensionit, po për të shkruar. Gjithmonë e shoh veten me një shtëpi në det, do të thonë pa kontakte me botën e jashtme ose me shumë pa kontakte, edhe vetëm me kompjuter, pa rrjet, në mënyrë që me pas fokusin 100% në të shkruar. Po në diçka si Big Brother nuk e kam imagjinuar, sepse shumë më kam pyetur, dhe kemi prit me të pa unë. Interesante. Elketa, unë të faleminderoj që ke qenë pjesë e emisionit Them Sot. Faleminderit që ke ardhur dhe na ke dhënë pikpamjet e tua në gjithë këta problematika që kemi diskutuar sot. Unë të falenderoj ty për ftesën, ka qenë një bashkë bisedim shumë interesant, ku patëm rastin diskutojmë temat ndryshme nga një perspektivë ndryshe. Gjithmonë kënaqësi. Për më herët na ka rënë me ty me qenë bashkë në për debate, temave të ndryshme, sot në dimension tjetër ishte me vërtet kënaqësi. Faleminderit. Miq, ju rrini me First Channel, e dini çka duheni me bë, ajo është të but me veten, shumë të kujdesshëm me të tjerët.